Kandidati socialist Damian Gjiknuri në vijimsi të takimeve që po zhvillon u ndal në njësinë administrative Shushicë në një takim me strukturat socialiste të zonës. Gjiknuri pohoi se po kërkon mbështetje në këtë zonë për të vijuar ato punë që ende janë në proces, pasi po të vendosen në peshore alternativat që ofrohen. Alternativa tjetër nuk ofron asgjë. Shqipëria nuk është europiane vetëm se do të marrë pasaportën europiane, por duhet ngritur standardi i jetesës, ndërsa theksoi se do të jetë zë i fuqishëm për çdo problematik apo investime për të cilat ka nevojë zona. Kryetari i Njësisë Administrative Shushicë, Birçe Liraj, duke vlerësuar kandidimin e Gjiknurit, pohoi se është mirëpritur rikthimi i Gjiknurit në Vlorë, pasi ai ka dhënë rezultatet e tij në 2 mandate kur ishte në Vlorë në 2007-2021, ndërsa garantoi se në këtë fushat, në Njësinë Administrative të Shushicës, jo vetëm Gjiknuri, por dhe Partia Socialiste do të dalë shumë mirë me në krye Edi Ramën. Unë jam i bindur që së bashku do bëjmë më të mirën. Këtë zonë e dua, është zonë punëtore, është zonë besnike. Me pushtetin e Partisë Socialiste, pak gjëra do realizohen. Po t'i vëmë në peshore, alternativa e krau tjetër nuk ofron asgjë. Shqipëria nuk është thjesht europiane se do marrim pasaportë europiane, po të ngrejmë standardet e jetesës. Kjo do të jetë motoja ime për t'ju përfaqësuar ju. Patjetër pasaj për gjithë çështjet që kanë bëjnë me investimet, me mbështetje që ka nevojë zona, dhe do të jem një kraj fort i juaj me eksperiencën time politike, me zërin tim. Unë jam një socialist si shumë nga ju këtu, sepse ju jeni Partia Socialiste, kam gjetur mbështetje, kërkoj përsëri mbështetje. Të bëjmë atë kontratën morale me njëri tjetrin që ta çojmë përpara këtë punë. Do të jem përfaqësuesi i kësaj krajine sepse ju e meritoni. Antarë të strukturave socialiste të zonës i garantuan Gjiknurit angazhim dhe mbështetje maksimale për Partinë Socialiste dhe për kandidimin e tij në këto zgjedhje parlamentare, duke cilësuar si njeriu që do t'i sjellë fitore të thellë Partisë Socialiste në Vlorë.